Gjëra duhen origjinale, ta bëjmë këtë njoftim për fqinjet që jemi këtu ke garazhi, ku janë diku jemi shumë fqinj, jemi diku ke 36 dhe kemi bërë investimin e kësaj pompë zhytëse, pompën që kemi blerë këtu. Po ta shikoni, do ta shikoni edhe ke videot. Kemi bërë instalimin këtu me mjeshtrin, alketin dhe kemi nxjerrë. Tani gjithë çështja çfarë duhet të përcjellë. Çfarë duhet të përcjellë që këtë pompë u nxit qinji jonë pirotanku. Pirotanku që ka garazhin aty, tha si t'ja bëjmë, tha mua si Renaldo. Dhe unë i thash, nëse e zotëri ta bëjmë, i thash unë, e merr ti përsipër, si investim paraprak, pra e ka marrë përsipër si investim paraprak pirotanku dhe unë, dhe tani doli kostua e këtij investimi që garazhi nuk laget më, ju e keni vënë, ka patur plot përmbytje, doli kostua 41.200. Pra, Çdo njeri nga 33 bashkëpronarët i bie të paguaj 1.250 lekë të reja. Pra 1.250 lekë të reja që juve, çdo kush nga juve, 1.250 nuk laget më, nuk mbushet më me ujë. Pra kjo është që neve e bëjmë këta, okay. Po bashkojnë edhe gjysmat, okay, po gjysmat që siç vendosëm ato blloqet e betonit që se kanë paguar. Do marrim ndonjë mas neve si do veprojmë, çfarë do bëjmë qysh sepse janë 10. Po ta shikoni këtu janë 10 familjar që ende nuk kanë paguar për një vit e gjysmë blloqet e betonit, nuk kanë paguar 1.000 lekë, e kupton tani se kjo është tallje. Ata tallen me neve, na tallin apo shtrojnë edhe neve themi hajse s'ka gjë. Prandaj duhet të vlerësoni administrimin. Administrimin e keni pa kosto fare, pra e keni pa kosto. Pra thjesht na duhet jemi të organizuar që të marrim vendime si kolektiv, si interes të përbashkët. Pa kështu secili punë të vet, asgjë nuk ndryshon. Edhe pasaj themi zbet. Prandaj kontriboni, na duhet që të organizohemi si, pra juve pikë së pari duhet ta shfrytëzoni këtë si rast që jam unë këtu gjithë ditën. Ky është rasti mirë. Pavarësisht që disa familjarë fqinje shesin që mos e ti e bën për interesin tënd. Me interesin tim, a përfitoni dhe juve. Me interesin tim, a ju rritet prona dhe juve. Po çfarë doni më? Pra ju shikoni interesin tuaj, mos shikoni interesin tim. Pra fakti është që këtu para se të vinja unë, juve ju zireshe rruga e kalimit, ja u zinin të tjerët me parkim. Pra ishi 33 veta, erdha unë, tani rruga e kalimit nuk zinet. Pa juve do ta vlerësoni këtë gjë, jo mos e paguani. Erdha unë, u bë kjo. Jo për të rënë gjoksit, po gjoksit duhet të rënë, sepse kjo është vlerë. Mbyteshit që të gjithë këtu. Dhe për 1.200 lekë, e kupton apo jo? Dhe kjo është kohë organizimi. Unë kam marrëzuar mbi 3 muaj për këtë punë. Jo duke pyetur për pompën, jo duke konsultuar, të njëjtën pompë që blem 10.000 lekë, unë ta kishim blerë edhe 22.000 lekë. Por ama në fakti duke konsultuar, duke bërë bisedë me Alketin, me atë që është ekspert i infrastrukturës së kësaj, çfarë quhet, të elektricitetit, të elektricistë e bëm. Prandaj bëu një pjesë. Si do bëhemi pjesë? Pjesë do bëhemi duke u bashkuar si shumicë dhe pastaj detyrojmë edhe këta 2-3 që duan të përfitojnë kurizin tonë, që ti themi urdhër ka kushte e bashkëpunësia. Dhe kështu tregojmë qytetari dhe kështu i vim si zotëri në pronën tonë, nuk vim si ADG. Pra që do të thotë për investimin e kësaj pompe, për te mesazhi duhet të paguajnë çdo bashkëpronar 1.250 lekë, ja ku e ke. Nga 30 kam të ngjitur këtu, 1.250 lekë, ja ku e ka. Tak? Dhe bëu një pjesë, dash më thoni mua këtu, dash dërgoni mesazh, unë do t'ju njoftoj, por mos e neglizhoni, ju lutem shumë, sepse quhet tallje. Janë 13.000 lekë të reja pa mbledhur ende për një vit e gjysmë për blloqet e betonit. Kjo është poshtërsi. Çfarë nuk kanë 1.000 lekë këta të paguajnë. 1.000 lekë nuk kanë, që ju ne dalin si zotëri. Pra, dhe në këtë indinjat, këtu ka 4 garazhe që shfrytëzojnë me qira dhe nuk e paguajnë. Vinë këtu çdo ditë e nuk e paguajnë. Po kjo është tallje, këtu nuk mund të ecim. Prandaj duhet të bashkohemi si grup interesi të vendosim një rregull që të paktën investimet që bëhen të paguhen. Kjo ishte. Për çdo gjë ju mund të shkruani komentet tuaja, mund të merrni telefon, mund të organizohemi. Faleminderit.